propaganda të ndryshme të këqija për popullatën hebreje. A ka dallim doktor më fal hebrej me jahudi apo janë njëjtë? Termi hebrej është term i etnisë. Jahudizmi është term religjioz më shumë të 12 fiseve hebreje. Nuk ka dallim. Juda, një popull. Një popull me... Kujt i besojnë ata, Talmudit apo Torës? Tora është libri kryesor hebraik religjioz, 5 libërshi. Talmudi është pjesa gojore, pjesë. Sikur hadithet që i kemë na. Po, është pjesë. E Kabola? Po gjithë këto që po flasim ata që futën prej temën temë, futën pak edhe në religjion. Gjithë këto janë të abrahamike, prej Abrahamit ose Ibrahimit, e kanë muslimanët e këtej. Do të thonë mësimet janë abrahamike. Prej një monoteizëm, prej gjitha këto religione. Djemë xhallarësh janë me arabët. Kështu që tash me do përmirësime të tjerë, me do ma vonë që kanë korrigjuar një tres, ato janë problemet tyre. Kështu që më doni ju për këtë, domethënë që atëherë, çështja e Izraelit, nëse do të flasim për konfliktin aktual, kemi një qasje, nëse do të flasim për rrafshin makro gjeopolitik, duhet kemi qasje. Fillimisht lufta nuk e do kërkush. Luftën as hebrejt nuk e don, as iranianët nuk e don. Me që jemi në kontekstin e luftës aktuale. Izraeli pas një diskutim ka të drejtën e tij të ekzistojë. Nuk do hymë në debatin historik sepse ne nuk na del emisioni për ta bërë këtë. Kemi një Izrael i cili vjen nga lashtësia për të prodhuar një entitet shtetëror me legitimitetin e lashtësisë. Në marrëdhëniet ndërkombëtare sot lashtësia e vetme nuk mjafton për të krijuar legitimitet gjeopolitik. Në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare, unë si një politikan shqiptar, unë besoj që në qoftë se populli i Izraelit dëshiron paqe në rajonin e lindjes së mesme, duhet patjetër të gjendet një zgjidhje për çështjen palestineze. Pra, respektim i konventave ndërkombëtare të marrëveshjeve të OKB-s, shtet palestinez, tërheqja e Izraelit në kufit e 1967, rezoluta e OKB-s, me Palestinë, me Jeruzalemin lindor, kryeqytet. Në qoftë se nuk do të gjejmë një rezolutë të tillë, nuk do të gjejmë një zgjidhje të tillë, dhe do të shkojmë ke politika e ekstremit të djathtë brenda Izraelit, unë mendoj që rajoni nuk do të gjejë paqe. Kjo e para. Sa i përket kontekstit shqiptar, unë ju a thash përpara se të vinte doktori, Shqipëria nuk i lejohet të bëj gabime në këto momente gjeopolitike të rëndësishme, sepse kujt i rëshket këmba tani, humbet kokën dhe humbet ekzistencën, dhe shumë shtete do të riformatohen. Do riformatohet lindja mesme, do riformatohet gjithçka tjetër. Ne shqiptarët kemi një lidhje me izraelitët, me popullin hebre. Hebrejt janë hebrejt e Talmudit dhe është hebrejt e sionizmit, të cilët kanë qasjen e tyre politike për rajonin dhe për botën. Ne si shqiptar na ka lidh me Izraelin apo me popullin hebre kodi i besës. Ne jemi popull i burnis, edhe pse ishim muslimane nona tona me shami, nuk pyetën kur çfarë është izraelit apo hebre, i mbrojtën dhe nuk ja dorëzon Hitlerit. Par nga ky këndvështrim dhe par nga dualiteti ynë identitar, ne kemi disa kode. Ju më pyetët çfarë je me feja jote. Unë të përgjigja shkurt, thash jam musliman. Në fakt, kjo ishte për të përfitu kohë. Qenia njerëzore nuk është vetëm një identitet, është shumë identitare. Unë jam i lirë në origjinë, jam shqiptar në kombësi, jam musliman në religjion, jam universalist në princip. Në kuptimin që tek unë bashkjetojnë shumë identitete, të cilat duhet të komandohen prej meje dhe të bashkjetojnë paqësisht. Këto identitete më lidhin genetikisht me rrafshin tim emocional, spiritual dhe formimin tim genetik, i cili formoi kodin e besës, që mbrojti hebrejt në luftën e dytë botërore, dhe është i njëjti kod bese
që mban lidh emocionalisht popullin shqiptar me palestinezët apo me çështje të tjera të lidhura me rajonin e lindjes mesme. Në fakt,